Flasim për kazermën, një pasqyrë e ashpër, ndoshta jo vetëm e realitetit shqiptar, ndoshta e realitetit global tani më, ku fama, klikimet janë kthyer në një armë të formë pushteti dhe ku po fshin çdo moral, ku po fshin çdo ndjesi njerëzore, ndoshta po na dehumanizojnë. Për të folur për këtë film të ri që ka nisur të shfaqet në kineman shqiptare, kam të ftuar atë që është producenti, atë që është ideatori, skenaristi, por edhe protagonisti i filmit, Turian Hyskën. Turi, mirëmbrëma dhe mirëmbrëma bete. Kënaqësi një herë që të shikoj mbas po të bëj një llogari, ndoshta për herë të fundit kam parë në 2005, para 20 vitesh tek Vision Plusit. Po. Jemi parë në për ekrane kështu. Dakor, po jo. Ndoshta më ke parë dhe të kam parë. Jo, që jemi parë. Po ke qenë shumë i vogël atëherë, bëje prallë me pirat, prallë me mbret. Me mbret, kubin, se ti ke ikur herë. Dhe shumë emisione tjera dhe mbaj mend që mami më thoshte shumë i talentuar ky djali, po ti je vërtet një djalë shumë i talentuar. Shef mamin e ke me shije, dëgjoje mamin. I shikonte mamin atë emisionet për fëmijë se ishin të bukura dhe ti ndërtoje shumë bukur, por të përgëzoj një herë sepse ke ecur shumë me Klanifornian, me apartamentin 2XL, ke bërë gjëra të bukura, s'po përmend këngët edhe muzikën, por me këtë film i ke vënë kapakun. Ose ke hapur një kuti Pandore, le të themi, se kam përshtypjen mbas këtij filmi do vazhdosh. Po, besoj. Është një industri që nuk do ta lësh më. Besoj që po, sepse e para njerë gjej një stimul që më kishte humbur në televizion, që të jemi sinqert, domethënë më kishte humbur dhe nuk besoj që do e gjej thjesht më televizion, dhe këtu gjeta një lloj stimuli shumë të madh, një lloj adrenaline ndryshe, një lloj intensiteti të një lloj tjetër pune, dhe mbi të gjitha kuptova që kinemaja, e kuptova, e jetova në vetë parë që me kinema mund të lësh mesazhe shumë më të forta edhe së qenur njerë në javë në televizion, sepse është një formë që ti çuditërisht shkon shumë, mund të shkosh shumë thellë te publiku dhe mund të thuash edhe gjëra që nuk i thua dot në përditshmëri dhe që ikin kalojnë, në film ngelen. Kështu që besoj mbas 40-ave, si mosh kam vendosur që t'i jap shoqërisë, në gjykimin tim me modestisht, t'i jap mesazhe apo ato që unë mendoj që janë gjëra që duhen rregulluar në shoqërinë shqiptare, ose duhet reflektuar të paktën, se rregulluar është fjalë e madhe. Dhe besoj që ja ke dhënë, të siguroj salla ishte plot. Unë humba një orar, pavarësisht se kisha rezervuar, kishte trafik dhe në fakt më çuditë dhe jam shumë mirënjohës. Tek vendet e fundit tek orari tjetër, po salla ishte plot. Jam shumë mirënjohës, unë nuk e tani që filmi është i mirë, këtë e dija, domethënë sepse si thuash është bërë çdo gjë për atë film. Por që publiku ta përqafonte kaq shumë, këtë nuk e prisa, sepse nuk isha shumë skeptik, por ama e dim që deri tani në kinema njerëzit kanë shkuar me filma argëtues, me filma që kanë pasur në bazë humorin, ose filma të cilat janë orientuar vetëm drejt festivaleve, që nuk shfaqen fare në kinema, që nuk prodhojnë bileta të shitura. Ose që shfaqen një realitet të deformuar. Ky ka qenë shqetësimi im për filmat e pas viteve 90, që trajtojnë përgjithsisht temën e diktaturës. Po e trajtojnë sepse ato thithin fonde. Tani, shkova në kinema dhe edhe unë shkova me këtë paragjykimi, në do jetë në një film kështu nga këto me humor, me filmat e lehtë, por më beso, mbeta e tronditur në fund. Jam përlotur. Domthonjë, aq shumë emocionova, edhe për faktin që ke arritur të ti bashkë me atë ekipin tënd të mrekullueshëm, se ishte një ekip shumë i madh, keni arritur të bëni një film të jashtëzakonshëm, në shumë komponentë, dhe është shumë e vështirë të ndërtosh një film me skenar të mirë, sepse përgjithsisht filmat shqiptar çalojnë tek skenari, fotografia ishte shumë e bukur, regjia shumë e mirë, postproduksioni, që është një art më vete, dhe loja e aktorëve. Ne kemi në lidhje të drejt për drejt një nga protagonistët, Kolin. Kolin. Atëherë, mirëmbrëma, mirë se erdhe Arbër Aliaj. Belgu ynë i vogël. Faleminderit, drejt për drejt nga Belgjika. Mirë se erdhe, se jeni të shtëpia ime, kështu bujrum. Faleminderit që jemi ne. Atëherë, qëndro në linjë sepse dua ta pyes pak si lindi Kazerma. Unë mendova njerë se do ishte një parodi e Big Brotherit. Jo, nuk... Çfarë është Kazerma që drejtohet nga ky generali? Nga ky generali që përcakton rregullat dhe ku gjithçka varet nga klikimet. Shiko, tani më duhet ta them
analogjia me reality show-t, jo vetëm Big Brother, aty ka element të çdo reality show që bëhet, sepse në thelb reality show-t kanë të njëjtën strukturë, thjesht pastaj ndryshon forma. Njerëz të cilët hyn në një eksperiment social ku zhvishen nga shumë element për të prodhuar atë që quhet klikimi apo suksesi. Kazerma, kush do t'i shkoj deri në fund në analizë, dhe ky është të paktën qëllimi im, Kazerma është ai reality, është realiteti kudo. Ti në Shqipëri, thellësisht në Shqipëri, ndjen që kush ka pushtet është gjithmonë më agresiv ndaj atij që ka poshtë. Domethënë, ti e kupton këtë në shtet, e kupton këtë në privat, e kupton këtë në shoqëri. Kush ka pushtet, nuk ka asnjëherë mirësinë që të jetë mirëkuptues apo minimalisht të dëgjoj. Po tani këtë e bën dhe televizioni. Absolutisht e bën televizioni. Kjo është njëra shtyllë. Dhe njëra shtyllë e filmit, le të themi. Shtylla e dytë janë personazhet publik. Personazhet publik të cilët duhet të vendosin ata ku i kanë limitet për të arritur suksesin. Pasurimin e shpejt apo famën e shpejt. Dhe e treta, që është paq e rëndësishme, është publiku, fuqia e tastierës, që e quajon që në film, klikimet vrasin, sepse në thelb cirk dhe buk thua ti diku. Cirk dhe buk, thotarius i jonë. Isha kështu, edhe doja të dëgjoja me vëmendje filmin, po kam përshtypjen se duhet ta shoh edhe një herë tjetër edhe pastaj të mbaj edhe ca shënime. Në fakt duhet par 2-3 herë për të kuptuar shtrëtzimet e mesazhit. Ti e the shumë mirë stafi, po unë që nga dita e parë, kur personi i parë që ja kam treguar Shorinda, do të thënë në familje, dhe pastaj dyti është Edi. I thash që unë e kam këtë idenë, edhe Edi më shifte kështu, dhe zbërtheva, i thash futu tani. Atëherë që ti themi, bashkë skenarist me Edi Ogën, Gjoslin Rama është regjia. Bashkë regji me mua, dhe duhet të shpëtim Baca, drejtori fotografisë, pasaj që ta ja pak strukturën, se si erdhi. Ti e protagonist, Igli Zarka, edhe pasaj me radhë, Arbri, e kështu me radhë, që janë shumë aktorë, është Genti, është Enisa, është Artemisa, janë Gert Fera, kapteri, ka shumë aktorë dhe nuk duhet të harrojmë, sepse është Fioralba Ponari që ka qenë shkëlqyer, Hati në rolin e vetë, domethënë janë Drini me Jonidën, Sheon që janë në rolin e... Pra ka shumë, është një film me shumë artistë brenda. Dhe në çdo hallk që kalohej filmi, vetëm rritej, dhe në fund fare, qershia mbitorët ishin aktorët. Sepse veç unë jam marrë shumë me aktorët. Unë personalisht, Gjosti është marrë sigurisht shumë, po Gjosti fokusoj edhe me pjesën teknike më shumë, se ishtë shumër me i Zoti se unë të ja pjesë, dhe unë kam djerë një komoditet, sepse frika ime me e madhe ishte se si skenari të ishte natural. Një problem i madhe i filmave tonë, edhe nuk e kam djerë asnjë moment të. Kam parë profesionistë të Zotë, unë ja shkruaj shpesh në grup, që kam pasur një skuadër superstarës. Dhe një prej zbulimeve është ky djali këtu. Ja japim fjalën Arbrit Kolit. Ky djali këtu i cili... Për mu po flisni? Po, për ty. Cirk dhe buk, thot diku personazhi kryesor aty, protagonisti, por në fakt aty janë dy protagonistë. Unë jam antagonisti, unë jam i ligu. Ti antagonisti, po është edhe personazhi i Fredit, interpretuar nga Igli Zarka. Tani, cirk dhe buk, njerëzit shndërrohen në kavje dhe shesin gjithçka, deri në veten e tyre. Ti si e ke përjetuar këtë film që në fakt është po shndërrohet, pak është ndërruar tashmë në realitetin tonë të përditshëm? Është për mua ishte një vlerë artistike që vura direkt që në leximin e parë, që është një ide për mua që jo vetëm e mirë për në Shqipëri, po dhe në mënyrë globale dhe internacionale mu duk shumë e goditur, sepse si që keni ju Big Brother, kemi dhe variante tjera ne në për Belgjik, ose në për shtetet e Europës, ose në Amerikë, edhe si që ta Turi, kjo lufta për famë të shpejt edhe suksesi i shpejt është besoj një, ka pason Andy Warhol, që gjithë do kenë në të ardhmen 15 minuta famë. Ka përshtypje që kemi të i kaluar këtë trend dhe jemi akoma kemi shkuar të 10 sekonda famë në TikTok e kështu. Dhe do me thënë humbja e vlerave për të arritur këtë rezultat, këtë sukses të shpejt.
edhe se cili nga personazhet, domethënë, tonë që ne luajmë, në një farë mënyre shesin vlerat e tyre, principet e tyre, kalojnë limitat e tyre për hir të lojës, për hir të suksesit, për hir të famës. E sheti këtë film si një kritik ndaj mediave, ndaj shoqërisë, ndaj vetë ne, sepse edhe ne si publik bëhemi pjesë e kësaj loje, edhe ne ushqejmë këtë lojë, dashur pa dashur. Sigurisht. Besoj se publiku është voyeurist, nuk e di fjalën shqip, po domethënë voyeurist. Ajo është voyeurist. Po. Se unë bëj sigur di të flas shqip, po faktikisht nuk di të flas shqip. Domethënë është kjo publiku gjithmonë në një reality show është voyeurist, edhe besoj se edhe Turi edhe Gjosli këtë efekt kanë dashur të krijojnë që ne jemi pjesë edhe na vjen me qesh kur të tjerët bëjnë gjëra të shumtuara, po edhe na dhimbset, edhe kjo na bën pjesë, neve jemi të pasi një kopsh zoologjik me kafsh, edhe se si sa më shumë dram, aq më shumë publiku argëtohet. Edhe kjo sigurisht që është kritik për mua, është një kritik e madhe dhe duhet kemi kujdes, sepse televizioni, domethënë nuk e di a duhet marrë drejtim tjetër, duhet kërkoj vlera, duhet kërkoj drejtim tjetër në të ardhmen, po se siç po shkon është akoma gjithmonë një aksentuim i këtij fenomeni, domethënë që sa më pak vlera, aq më argëtuese e quajmë programin, domethënë. Unë kur folëm telefon dhe të thash diçka për filmin, e krahasova me një parazit shqiptar. Jo, do ta them sepse do ta. Po është tepër. Jo, nuk është e tepër. Jo, mos kemi adhurimin, venerimin gjithmonë për produksionet e huaja. Po ai është për mua sepse ti nuk e di pse, po unë është një film i famshëm korean-ugor që ka fituar. Ka fitoi Oscarin, domethënë. Paraziti që ka fituar çmimin Oscar. Gjithçka të mundshme, Bohos Jarova emrin, regjisorit që domethënë prekën tel sepse unë personalisht jam shumë fan si kinemas koreane, moderne, dhe i kam hyrë tani po shoh, kam kaluar gati në, nuk diu, në dhe themi, i fiksuar. Kam goditur në shenje, ke pasur gjë në... Jo atë, sepse, do më thënë, jo se kam orientim, po mënyra se si ata punojnë, është, ata janë shumë real, shumë brutal, shumë të vërtet. Edhe kjo është fryma, po jo se shprehimisht. Janë brutal në fund, po. Po janë brutal se realiteti është brutal dhe duan mesazhet i japin fort. Dhe imagjino kur e bën ata, unë mendoj që në Shqipëri nuk është ka shumë gjëra për qeshur dhe prandaj them që unë duhet fokusohemi tek mesazhet. Po në fakt publiku qeshte aty kishte humor të zinë. Absolutisht, ka humor të zinë. Krahasimi me Parazitin është tepruar për faktin e thjeshtë që për mua është një ndër kryeveprat e kinematografisë moderne në gjykimin tim personal dhe qesha kur ma the. Dhe okay, unë do e marr si kompliment, po do na shajnë ata që janë fansa kinemaje, se si jemi... Flasim për një shoqëri globale që ka humbur ekuilibrat, që shet gjithçka dhe që në fund rënohet. Ne nuk do ta tregojmë se çfarë ndodh në film, por kjo shoqëri deri diku është e pavetdijshme dhe pastaj ndodh ajo që ndodh në film. Unë kam qenë shumë i sinqert. Dhe pastaj ne kërkojmë përgjegjësi. Po është e pyetje. Po është e përvonë. Domethënë kur më thonë që ja ke bër bravo qofse ti je njeriu i medias, unë vazhdoj edhe e them. Në momentin që ne jemi në një punë, puna jonë është të prodhojmë klikime. Flas si Turiani i televizionit. Puna jote është të prodhosh audiencë. Tani ky momenti, ky kufiri ndarës është bërë gri, është bërë shumë gri dhe nuk kuptohet më. Por ndërkohë, paralel me këtë e thamë edhe që mos bëhemi përsëritës, po janë dhe ata që na ndjekin, se këto klikimet nuk vijnë vetë, vijnë nga njerëz të gjallë, nuk se vijnë nga robot. Dhe rrjedhimisht situata është bërë shumë dramatike. Unë filmin, mesazhi që unë do doja në thelb, nuk dua fare as të tregoj me gisht apo të cënoj. Unë kam një problem të madh. Në shoqërinë shqiptare, dhuna është institucionalizuar, është bërë norm. Domethënë, ty nuk të vret më veshin një komunikim me zë të lartë. Praktikisht ecën në rrugë ndihesh i rrezikuar, sepse përpara teje mund të jetë dikush i cili hyn keq dhe ti thua pse hyn keq dhe ai nxjerr pistoletën në godet. Dhe kemi parë shumë raste në Shqipëri që janë vrarë për fjalën pse më shef. Pse më shef. Vrasjet mes adoleshentëve të tronditse. Shkollat. Unë nuk di si do e realizoj,
sepse nuk dua ta komercializoj se thonë që ky e bën që të shes bileta, po unë do doja që shkollat të shkonin, jo se është filmi që jam unë pjesë, po, sepse shkollat 16 vjeçarës duhet kuptojnë që për te i fasadës, sepse simbolika e VIP-it televiziv që kam bërë në kazermë, është dhe VIP-i i pasuri. Sot, çunat e vegjël, janë të gjithë, adoleshentët janë me idenë të pasurohemi shpejt, të bëjmë parat, kemi makina. Gocat ti e sheh janë që unë kam një vajzë dhe unë jam shumë sensitiv tani dhe i kam vë vetes qëllim që t'jap mesazhet, jo të bëj unë peshkopin edhe të ndrituri, por të paktën të them ato që mendoj. 14 vjeç janë me idenë që duhet të pasurohemi, se pasuria është në vetvete një lloj fame. Pra simbolika është kaq e thjeshtë. Çdo gjë ka kohën e vet që ti të arrish diçka. Kjo fasada e madhe, këta njerëzit e bukur që ti sheh në TikTok, në Instagram, në televizion, këta njerëzit e bukur janë njerëz si gjithë të tjerët. Dhe ti këtë e ke dhënë shumë mirë, sepse në film del fare qartë edhe aty ku mbaron loja dhe ku fillon ai shkatrimi moral. Pastaj nuk është vetëm shkatrim moral, por është të merr Orteku përpara, pastaj nuk në momentin që ti hyn kur Arbër për shembull në film, Arbër në film nuk ndëshkohet nga unë për një gjë të tmerrshme që ka bërë se nuk mund ta themi, dhe Arbëri e normalizon në kokën e vet personazhi. E normalizon dhe ajo që e pëson. Si e pëson, dhe Koli, pra personazhi i duket krejt normale pasaj që ta jetoj këtë realitetin virtual, pse se i shpëtoi në thonjza gjykimit që duhet merrte. Pra, diku të gjithë bëjnë një kompromis. Ai kompromisi është pika që nuk ka më kthim. Dhe unë do lutesha duke filluar nga Turiani, do lutesha që secili në pozicionin e vet, para ekranit, pas ekranit, para tastierës, pas tastierës, të reflektoj ku po shkojmë. Sepse ky nuk është hall shqiptar, është më i gjerë se kaq. Por në një shoqëri ku analfabetët funksional sa vjen shtohen, ku sistemi arsimor është ai që është, ku sport s'ka, ku art ka shumë pak, rrjedhimisht çfarë do prodhojmë ne? Do prodhojmë kavjet e Ariusit. Kavjet e Ariusit. Arbër, e gjete ti turin apo të gjeti turi ty në rolin e Kolit? E gjetëm ne. E gjetëm. Duhet të falenderoj Benin Benarti, që është producenti im ekzekutiv, krau im i djathtë në produksion, është njeriu i cili, se nuk duhet të harroj këtë, që përveç se është marrë me menaxhimin e gjithçkaje, të më thënë, ka qenë ai në profesion është regjisor, ka qenë një sugjerues shumë i mirë për fytyrat e freskëta të filmit, në kuptimin që ishin fytyra të pa para në kineman shqiptare. Dhe jam shumë mirënjohës që mi ka prezantuar, domethënë është Arbëri, janë vajzat, është në shumicën e personazheve, mos them tek të gjitha, duket sikur rolet ishin qepur enkas për ata njerëz. Jemi marrë shumë atë. Më së shumti e kam, ja thash edhe Igli Zarkës, protagonistit tjetër të rëndësishëm. Fred Mercury, në rregull e ke Fred Mercury. Ai personazh sigurisht të qepur pas është shumë e çuditshme. Igli mundet të vinte vërdall në për setin e xhirimit dhe kur hynte në kamera, puf, kthej Fred Mercury, ishte e paparë kjo gjë. Nëse më falë se ndryra vazhdo me Arbër. Jo, ideja është në film, media paraqitet si një makineri e pamëshirshme. Tani këthën kjo... Nga një njeri 20 vjetë në media. Që ka 20 vjetë në media. Po e thashëm, në mea kulpa nis me mua. Tani, shikot, të vërtet, unë e kam thënë, dhe do e them, nuk mund të bëjmë hipokritin. Nëse unë personalisht, është fati madh për turin si producent filmi që unë nuk kam pasur një reality. Unë kam dashur të bëj një reality show me emrin Kazerma kur kam qenë Vision Plus. Kjo ka qenë fantazia imja. Unë mbase do isha një producent shumë i mëshirshëm për klikime, se ajo do ishte puna ime. Unë nuk e mohoj këtë. Prandaj them unë që secili nga ne nuk duhet, është shumë e thjeshtë të rish në këtu dhe të thuash juve. Jo mërë dhe unë kam 20 vjetë në media. Po pse ti mendon se s'kam bërë unë vulg? Ti mendon se s'kam ftuar unë në program, apo s'kam bërë unë gjëra për klikime? Apo s'kam dhënë mesazhet gabuara, apo s'kam edukuar keq njerëz, po më e kam bërë. Mund të kesh bërë dhe ti gabimet e tua. Jo mund, po i kam bërë 100%, sepse në fund të ditës është shumë e thjeshtë. Ti punon në një media do rezultat. Rezultati, cili është? Rezultati janë klikimet, shikueshmëria, ato kompanitë e matjes atyre, sa e shohin në YouTube, sa e shohin live.
rrjetet sociale. Arber, më fol pak për xhirimet, të lutem. Xhirimet janë bërë në një zonë të kufizuar, pavarësisht se kjo nuk ndihet fare në film, por gjithçka ndodh brenda një kazerme dhe brenda një apartamenti që komandon gjithçka dhe një sallë të madhe mbledhjesh, nga ku komandohet gjithçka ndodh te kjo kazermë. Po, xhirimet kanë qenë, babi im gjithmonë më shante, thoshte, ti s'ke bë zbor si puna ime ku ishe në kohën e komunizmit. Edhe na e bëri xhaxhituri zborin te baza ushtarake, kemi xhiruar në diell të fortë, duke bërë pompa në orën 12, kemi xhiruar në mes natës skena me ujë edhe ku kemi qenë qullt lagët, kemi xhiruar ore pa orë. Domethënë ka pas momente të vështira fizikisht, domethënë kjo na ka ndihmuar besoj të futemi te personazhet që duhet lunim, këto kandidatët që janë duke vujtur, kështu që ajo na ndihmoi shumë. Por gjëja që më pëlqeu shumë personalisht është që megjithse konditat e xhirimit për të arritur atë rezultatin që më vjen mirë që ty të ka pëlqyer, kemi punuar shumë fort. Edhe ka qenë goxha e vështirë, por ishte një atmosferë grupi shumë e bukur, ishte secili mbështeste njëri tjetrin, kemi bërë shumë gallat me aktorët, në momentet kur ishte pauzë ose midis dy xhirimeve, edhe një gjë që më ka pëlqyer nga turi, domethënë që megjithse domethënë sigurisht është filmi është fëmia e tij, është bebi i tij. Më ka çuditur që ka qenë gjithmonë aty prezent edhe kur kemi xhiruar deri në 6 mjesit. Domethënë nuk ka lënë asnjë sekond pa ardhur në set. Natyrisht se ka pas të gjithë përgjegjësinë për atë set xhirimi. Jo, përgjegjësia, domethënë shumë faleminderit Arbrit për fjalët, po të them diçka për Arbrin. Arbri ka pasur disa skena shumë të vështira, ka pasur një me që i shpërthenin, ka qenë një si tip shpërthimi kontrolluar ai, po prap shpërthim u dëmtua, u bë dhe është nuk qahej kurrë. Domethënë nuk qaj kur, edhe më bënte shumë përshtypje se edhe biles ishte me shpatull të nxirë të nesmen edhe thashun, ky dhe belg, do filloj këta, do kërkoj të drejtat, kështë e disha bën. Jo, nuk qaj kur i shkreti, do me thënë... Sepse ka kuptuar dhe ajo rëndësinë e filmit. Dhe ajo që se kam bërë publikisht, u kujtova tani, vajzat, tre ushtarët të themi, që është Artemisa, Enisa dhe Ermira, kanë qenë do më thënë, sepse kanë xhiruar në kushte shumë të vështira. Do më thënë, ato sfidat e rënda me ujë, sfidat me balt, xhirim me 4 mëngjesit, dhe kanë qenë shumë profesioniste, janë vrarë, janë bërë copash, do më thënë, kanë bërë humor me atë. Dhe besoj që ja ka vletur. Unë e falenderoj shumë Arber Aliajn që e kishim në lidhje të drejt për drejt, falenderoj Arber, mirupafshim edhe shpresoj të çojmë në filma të tjerë. Suksese. Ciao, shifemi Arber. Turi, të falenderoj shumë edhe ty. Ne folëm në vija të përgjithshme për filmin, për ato mesazhe që përcjell, për atë reflektim që duhet t'i jap shoqërisë shqiptare, po shpresoj që mesazhin më të mirë publiku do ta marrë duke e parë filmin, duke shkuar në kinema. Është në kinemat e Tiranës, ndërkohë në gjithë Shqipërinë? Jo, në gjithë Shqipërinë s'kemi filluar akoma, besoj që do fillojmë fund dhjetorit janar, sepse Tiranën duhet le të themi, do ta shpërndani mirë, dhe pastaj mbas rretheve do fillojmë dhe diasporën, sepse duam që ta çojmë në gjithë. Shumë mirë, dhe do të bëni punën më të mirë. Uroj që të ketë deri tani jemi rritur, kemi jetuar dhe vazhdojmë kemi atë adhurimin, veneracionin për regjisorët e mëdhenj që ka pasur Shqipëria, Anagnosti me shoh, por tani shpresoj që po lind edhe një brez i ri regjisorësh të mirë dhe ka me se dole të kjo gjë, unë kam njohur djem dhe vajza në staf, të cilët realisht meritojnë mbështetje shumë të madhe. Ai filmi është 100% produkt shqiptar dhe mosha mesatare aty është
30 vjeç e njerëzve që punojnë atë film. Më thënë, unë ndoshta jam i treti, 42-43 duhet jetë me i madhi, që do të thotë, janë njerëz të mërësisht të talentuar. Bravo, ju qoftë shumë e madhe. Shumë faleminderit. Të falenderoj edhe njerë për filmin e bukur, mos harroni ta shikoni Kazermën. Mesazhet që përcjell edhe një reflektim që duhet bëjmë të gjithë si shoqëri. Faleminderit Tur Hysja që ishe në studio me ne. Nderuar teleshikues, kemi pak minuta publicitet, mos u largoni sepse si zakonisht, si çdo të mërkur, vjen një grush librash, rubrika e përjavshme që them e mendjes dhe shpirtit. Për ta them, le ta them, prit, larë, se kam kohë, se kam kohë pa dalë pa televizor. Zënë Zotrin, tani do ndjeksni rubrikën ndoshta më të bukur televizioneve shqiptare, ka bërë gjithmonë me dashuri, ka bërë gjithmonë shkëlqyer, sepse ajo i lexon, po jo vetëm i lexon, po dhe i dashuron librat. Beti Njuma, me si quaj një grush librash. Një grush libra, i ka vënë titull filmi, Per un pugno di dollari, edhe ja ora Beti të shumë bukur. Faleminderit shumë. Bisedoj me Bernd Fischerin, historianin e njohur, i cili ka studiuar ka 30 vite që shkruan libra për historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Faleminderit që na ndoqët, shihemi nesër. Mirupafshim.